Salamu alaikum, thot, më është bërë vezvese gusli, sa herë bëj dush, duhet me marrë gusull se mendoj që jam e papastër. Si ta heki pra këtë vezvese? Wa alaikum salam, rahmatullah. Pejgamberi alayhi salatu wassalam na ka treguar rregullin se bindja nuk largohet me dyshim. Nëse je e bindur që je e pastër, nuk duhesh me kriju dyshime afu a jam e pastër apo s'jam e pastër. Bindja largohet veç me bindje, me bindjen e dytë. Bindja e parë largohet me bindjen e dytë. Je e bindur se je e pastër. Pastaj je bind që nuk je e pastër, pra ke pa shenja të sigurta të papastërtisë në trupin tënd. Tash pa hyrë në detaje se çfarë shenja janë ato i din të rriturit, themi në këtë rast marrësh gusull. Përndryshe s'ki nevojë me marrë gusull. Vetëm thjesht se po bën vezvese. Po ashtu na kemi rregullin që nëse besimtari ka marrë abdes dhe shkon shejtani bën vezvese se ka dal erë prej trupit tij, pra ka lshu gazra. Pejgamberi alayhis salam na ka treguar që bindjen tone që ti ki abdes, mos e largo me dyshimet e shejtanit, sepse ai shkon edhe bën vezvese njeriut që e prish abdesin, atë doli diçka nga gazrat. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, pa u bind që e keni zhurmën e gazrave, apo e keni erën e tyne, mos e largo bindjen që ki abdes. Pra vetëm me ik vezveseve edhe ti në këtë rast, përderisa nuk shesh shenjat sigurta të papastërtisë, ti je në rregull, ke gusull. Pra mos e largo bindjen thjesht me dyshime. Edhe nëse fillon me dyshull, thuj ja, mirë jam, në rregull jam, nuk e lën shejtanin me lujt me mua.